sikur në procesin gjyqësor në Washington, emri Edi Rams nuk është lakuar 13 herë, sepse ky fakt është komentuar nga të gjitha mediat amerikane, është komentuar se Agroneza i ka dhënë McGonigalit $220.000 në emër të Edi Rams për hetimin e opozitës. Është komentuar dhe është sankcionuar se Edi Rama e ka pritur McGonigalin dhe i ka kërkuar aty veprime ndaj opozitës. Është deklaruar se gjykata amerikane ka vendosur të gjithë qeverinë shqiptare nën përgjim të plot me urdhër për shkak të marrëdhënieve patologjike, marrëdhënieve të smura, korruptive të Edi Rams me McGonigalin. Është sankcionuar se McGonigal ka marrë në hetim në Vjenë me akuzën për vrasje Ilir Mec, të paraqitur nga Tom Doshi dhe Durim Bami, i shoqëruar nga Ministri i Drejtësisë. Është sankcionuar se McGonigal ka gjobitur biznismen duke kërkuar 1 milion e 2 milion me dishmitar për të hequr apo të vënë sankcionimin. Janë sankcionuar, është sankcionuar se i ka hequr licencën një kompanie për t'i dhënë një kompanie tjetër në të cilën Agroneza kishte interesa direkte financiare. Është sankcionuar se McGonigal ka krijuar shoqëri me 3-4 persona në Shqipëri. Po çfarë kujtoni ju se do mund t'i fshijë drejtësisë amerikane? Po ky hetim është detyrimi më minimal që kemi ne ndaj drejtësisë amerikane dhe partnerit tonë. Ju mendoni se me deklarata boshe, me betime të rreme, do mund të mbroni Edi Ramën nga këto që ka kryer. Po edhe para 1 jave, para 3 javësh, New York Times, vetëm për vizitën e Erik Adam këtu, pas i shkrovi, i rikujtoi dhe një herë amerikanëve dhe shqiptarëve lidhjet Edi Ramës me McGonigalin. Faleminderit zoti Berisha, faleminderit. Vijojmë me çështjen e dytë. Projekt vendimi për ngritjen e komisionit